Për kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi ta presim seancën, shihemi të njëjtën në 1 maj në orën 10. Atëherë, faleminderit edhe sot që keni dalë për ta përcjellur vazhdimin e kësaj seance të nderuara media, të nderuar gazetar. Siç edhe pat, pra kemi një përsëritje të seancave të kaluara ku vendi dështon apo nuk arrin të konstituojë vetveten. E kjo vjen si rezultat për shkak që një pjesë e deputetëve pra refuzojnë që të votojnë për kandidatin të cilin apo për kandidatën këtë rast zonin Albulina Haxhiu, të cilën e kemi propozuar ne si fitues të zgjedhjeve e drejtë kjo e cila pra na garantohet dhe është e përcaktuar në kushtetutë. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokad do të ishte po qëse ne do të vepronim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë, dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë, siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i kuvendit, posti kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërkaq në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast zotëri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Siç i dëgjuat edhe të tjerët, pra ka akuza që po kërkohet votohet me zor, përkundrazi ne kemi dëgjuar që deputet individual tashmë kanë shprehur vullnetin që dhe dëshirën e tyre që dalin nga kjo situatë, pra nga opozita po flas, që të votojnë për në mënyrë që të tejkalohet kjo blokad, megjithatë janë qëndrimet politike të subjekteve të tyre, pra që nuk i lejojnë që të ndahen nga grupi parlamentar dhe nga vota uniforme që kanë si grup, derisa i tërë grupit të ndryshë mendim. Pra nëse veç ka kufizim të drejtës për votim, ka në këto parti të cilat pra insistojnë që të votohet kundër apo të mos merret fare pjesë në votim. Ndërkaq situatat e tjera besoj që tashmë edhe janë mëse të qarta, sepse i kemi përsëritur disa herë, ajo çfarë po kërkon opozita me këtë insistimin që ne duhet t'i sigurojmë vetë votat, pra si parti fituese, e jo kjo të jetë obligim i gjithë deputetëve të kuvendit, kjo na rezulton në situatën ku ata parimisht pra po kërkojnë që ne pastaj të mos u votojmë kandidatët e tyre për nënkryetar. Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nënkryetar të tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe paknaqësi në lidhje me emrat e përveçshëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të 3 partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nënkryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të 3 partitë e mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paket emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Haxhiu për kryetaret të kuvendit, si dhe 3 emrat e nënkryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votuar. Përndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit, është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar. Por nëse duhet patjetër të shkojmë aty dhe nëse ai mbetet opsioni i fundit, ne jemi të gatshëm, por nuk jemi të interesuar të shkojmë aty. Ne insistojmë, vazhdojmë të insistojmë që ti ipet një zgjidhje kësaj blokade që po shkaktohet nga partitë opozitare, të votohet kryetari i kuvendit, kryetarja e kuvendit në këtë rast, dhe pastaj të vazhdojmë tutje me nënkryetarët në mënyrë që të konstituohet kuvendi.
Faleminderit. Mirupafshim. Qysh në fillim dëshiroj t'ja shpreh keqardhjen gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë tallje që po bëhet me verdiktin e tyre nga ana e partisë së parë, e cila edhe sot për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj t'i them 3 mesazhe sot nga hulli i kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe hemonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e kuvendit, po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizja vetëvendosje si partia që me qëllim po e mund të bllokum kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Po më keq se detyra e parë e deputetëve është kjo, na do të marrë në seancë, për shembull tash me 1 maj që kanë vendosur seancën, prap mungoj. Unë jam ish komandant i zonës Dugaxhinit, për shembull me 1 maj kem përvetojnë agim Shermanaj, janë bërë organizime, janë familjarët e dëshmorëve, duhet me qenë aty. Pra kjo mungesa ose imja ose dikuj që ndodhë, se sot edhe kryetari Avdixhiku nuk ishte këtu, edhe pashë edhe mungesa tjera, nuk janë porosi, pra sot me i marrë që porosi, qëndrimi s'ka ndryshu, unë besoj që vetëvendosje e ka mundësin, pra me krye këtë përgjësi, me qenë që edhe i kemi dhënë opcion, pra për kandidatura unifikuse, potencialisht tjera, edhe shpresoj që në seancën e ardhshme pra do ta propozojnë një kandidaturë unifikuse. Zotri Limaj thotë që duhet bëhet me një koalicion. A është një partirje hapur e tij kundër Albin Kurtit për me thirr për një bisedim për koalicion të mëshëm? Këto i diskutoni me te, ajo që dim nga ana e jonë, ne jemi treguar të hapur për komunikim me kryesuesin e seancës rreth çështjes së kandidaturës pra për kryetar të kuvendit. Edhe shpresoj, po e them edhe një herë, që në seancën e radhës do të ketë një kandidaturë që na bashkon. Ne në ndërkohë pra kemi pas dëshirë që të jetë i konstituuar kuvendi, edhe për thëndetën s'është një situatë e mirë. E vërtetë është se partitë politike kanë qëndrime, mirë po ne kemi dhënë zgjidhje, pra kemi dhënë opcion me dalë prej kësaj situate me një kandidaturë që është e VV-s, po që mund t'ja dikush që i mbledh votën. VV në këtë rast do t'i kalkulon mirë përgjegjësitë e veta, pra nuk është se ata kanë vetëm një person për një punë, nëse kanë dikën tjetër le ta ofrojnë. Në rast se vazhdon bllokada vënëteja, do jesh i gatshëm për zgjedhje? Është e dhimbshme nëse çojmë vendin zgjedhje, pasi kemi mbaj zgjedhje dhe ka njerëz zgjedhur, ne edhe kemi dhënë betimin si deputet, nuk do të ishte në rregull për Kosovën. Zgjedhjet janë zgjidhja e fundit, pra edhe ato normal që janë zgjidhje, po ne duhet ta bëjmë pamundshmën që me e kaluar këtë situatë. Ju e vërejtet nuk po duam ju tërheq vëmendjen, po 2 herë mbrana pak ditëve djali i presidentit Trump ka ardhur në Beograd, është prit nga presidenti i Serbisë. Kjo nuk është pak, pra nuk është pak për rajonin. Situata e Kosovës e këtillë, pa ilësione,
edhe pa partner për aleatët tonë është e rrezikshme, sepse proceset ecin edhe pa ne, kur ecin pa ne, nëse si në tavolinë jenë meny, pra ne do të bëjmë kujdes, kjo propozimi deputetit tonë, Bek Berish, është edhe propozimi grupit tonë parlamentar, i kem dërguar edhe letër kryetarit Prishtinës, zotit Përpajim Rama, njëkohësisht kam biseduar me të po ashtu, edhe ai ka mirëprit idenë që një nga sheshet kryesore Prishtinës, pra të emnohet me emrin e presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pra Donald Trump. Çka do të ishte kjo në një farë mënyrë, do të ishte që edhe në këtë situatë ndoshta pa definuar tjetër tonë nacionale, Kosova nuk harron se ku e ka adresën, ku e ka shpresën edhe prej kuj presim mbështetje në për proceset që po kalojmë. Po mendoj që do të ishte një lajm i mirë për Kosovën këtë situatë, pra derisa ne jemi në një blokadë të brendshme, të dëshmojmë se nuk e kemi harruar orientimin, nuk e kemi humbur shpresën edhe presim për presidentit Trump mbështetje për Kosovën. Faleminderit. I lutem. Kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani me në një cirk. Është hera e 6 që zonja Haxhiu mori kësaj radhe vetëm 54 vota dhe ata insistojnë në këtë kandidaturë duke u mbledhur çdo 48 orë. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje, për të gjetur një zgjidhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe njëherë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Faleminderit shumë. Nëse nuk ka kapacitet pjekuri për mu në mësumë që zgjidhje s'ka hapësirë, atëherë zgjidhje tjetër në zgjedhje. Mirë po, dikush do të marrë përgjegjësi. Nëse vendi shkon në zgjedhje, edhe nëse nuk ndërtohen institucionet.